Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Lajmi ëmbël, Argjira Spanca dhe Graciano Tagani prindër për herë të parë. Moderatorja shumë e dashur për publikun shqiptar, Argjira Spanca dhe balerini Graciano Tagani do të bëhen prindër për herë të parë. Burimet konfirmojnë se moderatorja është në pritje të ëmbël, një lajm që ka gëzuar jo vetëm familjarët, por edhe fansat e çiftit. Argjira dhe Graciano janë prej rreth 5 vitesh një nga çiftet më të komentuar në mediat roz shqiptare, që nga momenti kur bën publike lidhjen e dashurisë. Shtaxania e tyre nuk duket se ka ardhur si surprizë plot, pasi në disa intervista dhe dalje publike të dy janë shprehur se po mendonin për një familje. Jam në një fazë që thjesht e kam lënë në dorë të Zotit. Mendoj që kur do vi, ka deklaruar së fundmi Argjira duke treguar qetësi dhe optimizëm për kapitullin e ri në jetën e tyre. Çifti ka ruajtur gjithmonë një ekuilibër mes jetës private dhe publike, duke ndarë me ndjekësit vetëm pjesë të momenteve të veçanta. Lajmi për shtaxaninë e Argjira Spancës pritet të tërheqë shumë vëmendje dhe të gëzoj fansat e tyre, të cilët prej kohësh i ndjekin me interes në çdo hap. Ky do të jetë një nga momentet më të rëndësishme të jetës së tyre dhe një kapitull i ri për të dy, ndërsa përgatiten të mirëpresin fëmijën e tyre të parë.